Organizatat e shoqërisë civile sot kanë shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj bllokimit të procesit të konstituimit përmes një performance simbolike para ndërtesës së kuvendit. Ky aksion u zhvillua në prag të përpjekjes së 22 për konstituimin e legjislaturës së re. Në një skenografi të veçantë, aktivistët vendosën ulse përpara hyrjes së kuvendit, të cilat simbolizonin sallën plenare. Mbi këto karrige ishin vendosur pankarta me mesazhe të forta që sipas organizatorëve pasqyronin papërgjegjësinë e deputetëve dhe frustrimin publik. Disa prej mesazheve të ekspozuara ishin: 120 rroga, 0 përgjegjësi. Deri kur? Cirku i demokracisë. Ky nuk është serial, është shteti ynë, për çka ju kemi zgjedhur. Kjo protestë simbolike vjen pas dështimeve të njëpasnjëshme të konstituimit të kuvendit, duke lënë vendin në një pasiguri politike dhe institucionale. Të nderuar përfaqësues të mediave dhe publiku që po na ndjek, sot organizatat e shoqërisë civile janë mbledhur para kuvendit të Kosovës për ta zhvilluar këtë aksion simbolik protestues, i cili shpreh shqetësimin tonë thellë si organizata në raport me krizën institucionale e cila po mbizotron në vend. Në fakt, ky aktivitet është një shprehje publike e pakënaqësisë tonë në formën më konkrete të mundshme, duke i vendosur pra 120 karrige të zbrasta, të cilat përfaqësojnë secilin prej 120 deputetëve të kuvendit, të cilët nuk janë duke përmbushur mandatin dhe obligimin e tyre për të funksionalizuar institucionet. Civile për të treguar edhe një herë që të gjitha kufijtë për një kuvend funksional tashmë janë të kaluar. Zhvillimet e fundit në vend bëjnë të pamundur të formojnë një qeveri të përgjithshme të rrethave politika zhvillimore. Çdo kësaj dhe pjesën e zhvillimeve të ndryshme gjeopolitike dhe izolimet financiare që i kemi nga partnerët ndërkombëtar e lë Kosovën në situatë të pafavorizueshme. Andaj shpresojmë të bëjmë të gjitha partive parlamentare që të kenë dialog, një kompromis me një agjendë të vetme, e cila është interesi publik dhe interesi i qytetarëve që kemi një kuvend funksional. Ne shoqërisë civile me aksionin e sotëm dhe reagimet tona kemi qenë të qetë. Mirë po, në ditët në vijim do të kemi edhe aktivitete të tjera, të cilat do kemi edhe më të zëshme, derisa të kemi një kuvend të plotë dhe kuvend funksional. Do të kemi aktivitete të cilat do të jenë në vazhdim në ditët në vijim, ose çdo të që janë para seancat, por që do të jenë të ndryshme dhe jo të shkaktuar probleme politike apo lëvizje të ndryshme, mirë po do të jenë të kësaj natyre.